Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sot buke dhe kamomil, kura natyrale që po habit edhe mjekët me efektin që ka. Kamomili është një prej bimëve mjekësore më të lashta në glob. Kjo lule e cila i ngjason diellit është ndër më të përdorurat dhe ndër më të studiuarat nga mjekësia moderne. Sipas studimeve mjekësore, më shumë se 1 milion filxhan me çaj kamomili konsumohen çdo ditë në të gjithë botën. Kamomili është një nga çajrat më popullor edhe në Shqipëri. Ai kombinohet me qumësht ose me pak mjaltë dhe njëkohësisht arrin që të falë qetësi mendore dhe shpirtërore. Përveç këtyre, kamomili rekomandohet kundër stresit, për një imunitet të fortë dhe për rrugët e frymëmarrjes. Studime të ndryshme kanë theksuar se thithja e avullit që përmban ekstrakte kamomili zbut problemet e shkaktuara nga infeksionet të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Përbërësit janë një lugë gjelle me lule të thata kamomili, gjysmë lugë çaj me sodë buke, ujë të zjerë dhe përdorimi. Hidheni lulet e kamomilit në një tenxhere me ujin e zjerë dhe më pas mbajini ato për 15 minuta. Më pas kullojeni ujin dhe hiqni çdo grimc të kamomilit. Shtoni kripën dhe sodën e bukës dhe përzjeni mirë derisa ato të treten plotësisht. Lëreni këtë tretësirë që të ftohet dhe më pas përdoreni me një pikatore për të shpëlar hundët dhe për të shpërbërë sekrecionet që i bllokojnë ato. Kamomili është efikas edhe në zbutjen e simptomave të ftohurës. Studimet shkencore kanë treguar se nuhatja e avullit të lëshuar nga kamomili i zjerë ka një efekt tepërqetësues të simptomave të infeksioneve në rrugët e sipërme të frymëmarrjes. Ky efikasitet i atribohet substancave përbërëse të kësaj bime mjekësore të cilat do të luftojnë inflamacionin. Kamomili është gjithashtu i mirë për forcimin e imunitetit. Sipas shkencëtarëve, këto substanca e bëjnë kamomilin të nevojshëm në periudhat e të ftohurit. Kolla është një nga simptomat mbizotëruese të gripit dhe të ftohurës. Shërimi i këtyre dy problemeve shëndetësore kërkon një regjim tepër të shëndetshëm me lëngje dhe ushqime të pasura me vitamina, medikamente të caktuara dhe shumë pushim. Në fakt, gjumi dhe pushimi japi trupin kohën që i nevojitet për të luftuar infeksionet, por nëse kolla juaj vazhdon ditë e natë, pushimi dhe gjumi duket i pamundur. Gjatë natës kolla ka tendencën të përkeqësohet dhe e bën të pamundur fjetjen dhe rikuperimin e energjive. Përse kolla përkeqësohet gjatë natës? Arsyeja pse kollitja bëhet më e ashpër gjatë natës janë vërtet të shumta, por lehtësisht të shpjegueshme. Një prej tyre është qëndrimi i cili ndikon në akumulimin dhe në rrugtimin drejt fytit të sekrecioneve të trasha. Për këtë arsye, ekspertët kanë rekomanduar fjetjen me kokën të ngritur lart, mundësisht me 2 yastëk kur jeni me kollë. Ky pozicion do të pengojë mbledhjen e sekrecioneve në fyt. Sipas të dhënave, një arsye tjetër është ambienti i brendshëm, i cili është tepër i thatë. Ajri i thatë mundet që të përkeqësojë situatën me fytin dhe hundën. Ajri duhet të jetë i lagësht në të mënyrë që ju të merrni frymë lirisht. Bëni një avull me ujë të ngrohtë përpara gjumit. Mbushni një enë me ujë të nxehtë dhe hidhni gjethe menteje ose nenexhiku ose disa pika vaj esencial nëse keni. Me një peshqir mbi kokë nuhasni avullin i cili del përtej enës. Ose mbani në dhomë një enë me ujë të nxehtë dhe gjethe eukalipti ose me disa pika vaj esencial. Vajin esencial e gjeni në farmaci, sidoqoftë kolla është e rëndësishme për shërimin. Nëpërmjet saj trupi arrin që të nxjerrë toksinat dhe njëkohësisht të pastrojë të gjitha rrugët e frymëmarrjes nga çdo toksinë dhe papastërti e mundshme. Sipas ekspertëve, gjithmonë duhet të keni parasysh se
Në raste që kollitja nuk ju lë të merrni frymë, ju duhet të siguroheni që të merrni disa masa për të mundësuar pushimin e dëshiruar. Pini sa më shumë lëngje gjatë mbrëmjes dhe përpara se ju të shtriheni për të fjetur. Lëngjet e ngrohta gjithashtu do të zbusin dhe do të hollojnë sekrecionet dhe njëkohësisht do të lehtësojnë kollitjen. Në qoftë se kolla juaj zgjat për të paktën më shumë se 7 ditë, atëherë ju duhet të shkoni me patjetër tek mjeku juaj për të bërë kontrollin e duhur. Sipas ekspertëve, gjithmonë ju duhet të keni parasysh se lëngjet e ngrohta munden që të ndihmojnë në trajtimin e kollës dhe sigurisht, përgatitja e shurupeve në kushte shtëpie mbetet një nga hapat më të rëndësishëm. Për përgatitjen e shurupit që ne do t'ju prezantojmë në këtë video, juve do t'ju duhen që të nxehni për 2 deri në 3 minuta një enë metalike, lëngun e shtrydhur të një limoni mesatar. Hiqeni atë nga zjarri dhe më pas kalojeni në një tas duke shtuar aty një lugë gjelle, vaj ulliri të pastër dhe një gjysmë gote çaj me mjaltë, pra rreth 100 ml. Përzieni mirë që të gjithë përbërësit së bashku. Më pas kalojeni masën e përftuar në kavanos qelçi të sterilizuar dhe ruajeni në frigorifer. Merrni 1 ose 2 lugë çaj kamomili për të kuruar kollën sa herë që ju bezdis dhe një tjetër lugë përpara gjumit. Moti i ftohtë dhe situata gripale në vend ka bërë që shumë persona t'i drejtohen qendrave shëndetësore për vizita. Në këto kushte, mjekët gjithashtu këshillojnë që ju të ushqeni shëndetshëm duke pirë sa më shumë lëngje dhe sigurisht të visheni sa më trash për të evituar temperaturat e ulta. Ekziston gjithashtu një shurup i bërë në kushte shtëpie i cili do të largojë kollën torturuese brenda 24 orëve. Përbërësit që juve do t'ju nevojiten për këtë shurup janë 2 gota ujë, 1 limon, 1 qep, 2 lugë mjaltë. Fillimisht të vendoseni ujin në zjarr që të vlojë, më pas priteni qepën në copa rreth 15 mm të trasha dhe gatuajini për rreth 15 minuta së bashku me ujin. Largoheni më pas nga zjarri dhe lëreni atë të qëndrojë me një anë për rreth 15 minuta. Më pas shtoni në të 2 lugë mjaltë dhe përzieni mirë derisa ai të shkrihet i tëri. Mos harroni që ju të hidhni në të edhe lëngun e limonit të shtrydhur. Mundet që ta konsumoni 3 herë në ditë këtë përzierje në rastet kur ju keni kollë dhe jeni të ftohur dhe do të habiteni nga rezultati që ai do të japë në vetëm një ditë. Gjithashtu, ju mund të përdorni dhe shurupin e xhenxhefilit pasi ai mund të përgatitet fare lehtë dhe njëkohësisht do ju befasoj ju me shijen që ai ka. Kjo bimë është e përdorur prej më shumë se 2000 vitesh si një instrument i rëndësishëm në mjekësinë popullore të shumë qytetërimeve. Ka një efekt qetësues ndaj simptomave dhe kundër përgjigje emergjente të trupit ndaj qelizave të dëmtuara në organizëm. Gjithashtu përbërësit që juve do t'ju duhen janë 225 gram xhenxhefili freskët ose 2 zhardhok të gjatë rreth 25 cm, 1 filxhan me sheqer, 2 gota me ujë dhe 1 filxhan me mjaltë. Qërojeni xhenxhefilin dhe ndajeni atë në forma të holla rrethore. Zjeni bashkë ujin dhe sheqerin në një tenxhere. Më pas shtoni fetat e xhenxhefilit dhe lëreni që të zjejnë sërish. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni lëngun që të ftohet për plot 30 minuta. Shurupin kullojeni duke përdorur kështu një nap. Shtrydheni dhe masën e zjerë të xhenxhefilit dhe më pas hidheni. Shurupin hidheni në një shishe të mbyllur hermetikisht dhe mbani në frigorifer. Shurupin ju mundet që ta konsumoni duke shtuar në lëngje frutash, qumësht apo çaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit
konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.